është roli i aktorëve të tjerë si Arabia Saudite, Turqia, Rusia në këtë konflikt, në këtë pikë që ka arritur i gjithë përplasja? Te rusët nuk shoh ndonjë interesim të madh për t'i dalë në ndihmë Iranit. Ka edhe një marrëveshje bashkëpunimi strategjik mes Iranit dhe Rusisë, në të cilën mungon pikërisht një pikë shumë e rëndësishme, ajo është për ndihmë ushtarake në rast se Irani është në rrezik. Arabia Saudite natyrisht që ka një interes të madh që situata në rajon të mos eskaloj, por nuk besoj që do të ketë angazhim të shtuar, siç e kemi parë edhe në rastin e Gazës. Arabia Saudite përveç retorikës nuk ka prodhuar ndonjë presion të madh. E pam se si e pritën presidentin Trump me gjitha nderimet e mundshme, por nuk i bën ndonjë kërkesë ultimative që të ndryshojë situatën në Gaza.